Në vend të zgjidhjes së premtuar, po marrin vetëm sorollatje. Banorët e lagjes Guarrile në Zoteknik Qëndër vjojnë të kërkojnë shtrimin e rrugës Qënmula, e lënë jashtë projektit të Bashkisë së Shkodrës që po kryen investimin tek rruga Selim Çoba. Në zonë nuk ka asnjë tabel për projektin që sipas tyre ngre pikpyetje për transparencën e investimit dhe detajet e tjera që komuniteti duhet i di. Kena kanë edhe para 5 ditëve, siç e dini edhe ju, se keni kanë edhe ju me ne aty. Kena ardhur te bashkia, kena kërku takim me kryetarin urgjent, sepse situata jona është shumë urgjente. Na kollon takimin, na tha do t'ju kallzoj thatë hanën, atëherë në rrej mohabetin thatë martën, tha maksimumi, si ka nërmen për ne, ardhme të bashkia sot, që me kanë më të saktë, a kupton. Te bashkia thonë shkoni te zyra administrative, vim to, thot shkoni thot te bashkia, mos tani ardhi drejtori kryetari i lagjes, si më thon, ardhi me vrap. Tha nuk kam ditë gjën tha për këtë situatë. A kupton? Jam vazhdu tha punë, tha çysh shtator. Do marrëm tha me këtë çështjen tuaj tha, e di tha sa është urgjente. Problemi është se tonë e din situatën tonë, po zgjidhet sa të na vën kërkush më, a kupton? Edhe ç'a, nëse na do kërku asnjë gjë tjetër vëllai. Ne na do kërku një transparencë të fundit, që është e drejta jonë personale, edhe e dyta, do na më na bën rrugën më shok, se na do marru 30 vjet. Paguaj taksa rrugët, paguaj taksa te nafta, paguaj taksa gjithkohë, mon, fondi s'ka për ne. Për çfarë paguajmë ata taksa, m'fal? Për çfarë tonë ta njerëz në punë? Për çfarë marrë tonë ky lek e nuk bëhet puna? A është e po drejt për ne me e kërku këtë punë? 30 vjet ka që jena aty. Alo 1000 peshte as na dritat, as kun kurjon dion s'na kanë ndër mbrapa për korrisen bot. Një rrugë i bëjnë thirrje bashkisë, na bëjnë dorën zemër se me fëmijë ty kalua unë gjysh ty qua fëmijë në shkollë, edhe jam mësua 20 herë jam mësua i kam kthy fëmijën e quan në shtëpi. Se s'kam mujt me qenë kopsh se kam rënë ujë me ta. Pra ne nëse ka qeveri për ne, na bëjnë këtë punë edhe ne se na njerëz jena se nuk jena nai kush e di se ça, jon ka bën rrugat më në përmalësi, nëse ajo i vi rrugë tonën edhe na ka vujmë në qytet. Se preferije qytetit është teknika. Edhe s'po na bie kush më pa një kja. Tash 30 vjet tash. Na njerëz jena, na vënin dorën edhe ju. E të shikoni mirë këtë punë, jo taksat e janë të na merrni në peloni sikur me kanë kafsh. Javën e shkuar ata ishin në Bashkinë e Shkodrës ku një përfaqësi u takua me një prej nënkryetarëve dhe ju premtua përgjigje për këtë fillim jave, përgjigje që nuk erdhi nga administrata vendore e që vijon të sorollas qytetarët e saj dhe t'i lërë pa përgjigje për një rrugë që është kthyer në maktin e tyre, si në verë ashtu edhe në dimër, me gropa plot me pluhur e balt.